Unë sot kam kënaqësinë me pas në lidhje direkte me Skype drejtoreshën e shitjeve, veç nuk po du me ja gabu emrin, është Shama Mastanova. Shama Mastanova që vjen nga Fashion TV Lux Resorts, do t'jetë me mua në lidhje direkte. Intervistën do t'a realizoj në anglisht, edhe Shama, hi! Hi, hello! Hi, thank you for joining me. Thank you so much for inviting me. Faleminderit shumë që më ftuat. Përshëndetjet e mia për të gjithë shikuesit tanë të çmuar nga Antalya me diell. Në fakt, tani po bie shi dhe me diell në të njëjtën kohë. Ashtu që moti është i mrekullueshëm. Po bie bor këto. Është prill dhe po bie bor. Prandaj mendoj se ky intervistim do të rrjedh shumë lehtë dhe bukur për ne. Mirë, jemi gati. Alright, we're ready. Resorti Fashion TV po vjen për herë të parë në Turqi. Çfarë ju frymzoi? Si ndikon brendi Fashion TV në dizajnin e hotelit? TV hotel to come to life. So actually this story Në fakt, kjo histori ka nisur para 8 vitesh. Ishte vetëm një ëndër. Jam e lumtur të ndaj me ju një kapitull emocionues sepse siç e dini, Fashion TV është ikon. Të gjithë e njohin Fashion TV. Është resorti i parë i Fashion TV, po vjen në Antalya, në rajonin e Kemerit. Është një vend piktoresk që ndodhet në Gonuk, zona mezetare, ku ka qenë gjithmonë një burim frymëzues. Para se gjithash, është deti më i madh që ne ndodhemi në Bregdet, një vend i bukur. Ideja ka lindur para 8 vitesh. Në fakt, moda është për të gjithë, kështu që dizajni i resortit është vetë luksoz. Ideja kryesore është që të ofroj të gjithëve hapësirë për të shijuar, për të relaksuar dhe për të argëtuar. Resorti është shumë i veçantë, shumë ngjyrash nga jashtë dhe i butë e i këndshëm nga brenda. Por njerëzit mund të shijojnë ambientet e jashtme më shumë se ato të brendshme. Çfarë lloj përvoje mund të presin mysafirët atje? Resorti ynë është miqësor për familjet, mirëpret kafshë shtëpiake dhe gjithashtu ka hapësira për akomodim vetëm për të rritur, për ata që kërkojnë privatësi. Është një resort i madh i ndodhur në një park kombëtar me një plazh me rërë të bardhë, 1 kilometër të gjatë. Përvoja që ofrojmë nuk është thjesht një haratisje, është një përvojë plot për të gjithë, për familjet, për të rriturit, për çiftet, për udhëtarët solo, për ata që duan retreat. Shumë në trend tani. Kemi gjithsej 540 dhoma dhe suita, përfshirë edhe vila private, shumë të izoluara. Çdo cep i hotelit është menduar për dikë të caktuar. Çfarë eksperiencë mund të presin mysafirët? Resorti është i madh, siç thash. Jemi në një park kombëtar. Kemi një plazh 1 kilometër të gjatë. 7 restorante dhe natyrisht një seksion vetëm për të rritur. Zemra e resortit ton është argëtimi. Besojmë se argëtimi është thelbësor. Ditën njerëzit duan diell e relaks, por pas darke duan të shohin diçka të veçantë. Kemi organizuar 920 shfaqje performanca live, shfaqje manitse me yje vendas e ndërkombëtar dhe natyrisht sfilatat e modës, gjëja më e rëndësishme. Wow, po, është resorti i Fashion TV. S'ka si mos të mos ketë sfilata mode. Doja pikërisht të pyesja për këtë. A ka element të sfilatave që mysafirët mund t'i përjetojnë? That people can expect to enjoy in your hotel? We have a podium in here. Po kemi podium këtu. Kushdo të ndjej atmosferën e botës së modës mund të shijoj. Kemi podiumin, tapetin e kush dhe natyrisht sfilatat. Çdo sfilat ka konceptin e vet. Po punojmë ngushtë me Fashion TV për programin e sfilatave dhe e publikojmë dhe në website-in ton. Kushdo që dëshiron të marrë pjesë në ndonjë sfilat, përpiqemi të bëjmë pjesë të saj. Shama, kam vetëm edhe një pyetje. A keni në plan të shtriheni edhe në qytete apo vende të tjera? Pse zgjodhët Turqinë? Po pyetje shumë e mirë, po jemi duke udhëzuar. Kemi aktualisht 7 projekte dhe 2 prej tyre janë shumë të rëndësishme. Ndërsa 3 do jenë në Turqi. Për resortin jemi në bisedime për të hapur një hotel vetëm për të rritur në zonën e Bejlekut, po ashtu në Turqi. Pse Turqia? Sepse është një vend i mrekullueshëm me potencial për të dëgjuar në të gjithë botën.
Është më e lehtë të fillojmë këtu dhe ka një pozicion fantastik si destinacion turistik. That's why we picked Turkey. Yeah, it's the perfect place for all of... Po, është vendi perfekt për të pritur njerëz nga gjithë bota. Shama, faleminderit shumë që ishe me ne sot. Ishte kënaqësi të bisedonim. Thank you so much for inviting me. Faleminderit shumë që më ftuat. Jam shumë emocionuar që do të vi në Kosovë së shpejti. Do jem pjesë e panairit në Kosovë, presim me pa durim të takojmë të gjithë të interesuarit për Fashion TV dhe do të ndaj më shumë detaje atëherë në panair. Faleminderit shumë. See you all our guests. Thank you. Faleminderit. Mirë se vini në Kosovë. Yeah, it will be... Po, do të jetë hera ime e parë dhe jam shumë e emocionuar. Pritshmëritë i kam shumë të larta. I like my expectation is super high. Yeah, we're excited to have you. Faleminderit shumë. Kalofshit një ditë të bukur. Thank you so much. Have a great Faleminderit day. edhe një herë. Bye. Panairi i turizmit, panairi ndërkombëtar i turizmit po vjen në Prishtina Mall për krejt juve që keni interes me u bashku në datën 10 dhe 11 prill. Mundeni me taku edhe personalisht Shamën, drejtoreshën e financave të Fashion TV Resortit, edhe mundeni kujdiet, mundeni me gjetë vetën, ka me qenë një resort shumë luksoz, une ju kisha ftu me pa në rrjetet e tyre sociale, edhe ndoshta mundet me qenë zgjedhja juve për këtë verë.